Kanë qenë me të disa herë dhe unë i them tani jo, du ta marrë vetëm Diegon se na marrove, domethënë se unë nuk këndoj fare, po bëj shaka. Prandaj të pyeta edhe këtë në familje, ti këndoke. Por çdo gjë, domethënë, ndodh një herë që nuk këndon, për shembull thua, u lodha tani vazhdoni edhe ju. Dëgjoj, në fakt në për festa ose gjëra familjare dhe jo vetëm zgjedh të mos këndoj, zgjedh ta shijoj sepse nëse do këndoj do futem direkt në punë dhe do më duhet të përgatitem. E kupton? Kështu që unë them, unë jam këngëtar, jo, sot jam pushim. Mos më llogarisni fare. Shumë bukur bën. Mirë bën. Prandaj dërgojmë dhe Rubencën në karaoke. Mirë. A këndon ti muzikë popullore? Jo, unë nuk këndoj muzikë popullore sepse mendoj që nuk e bëj mirë. Jo se kam paragjykim ose gjë të tilla, absolutisht jo, por mendoj që nuk e bëj mirë dhe zgjedh të mos e bëj fare se më duket vetja qesharak. Kështu që jo, nuk këndoj. Do të pranoje të kishe një bashkëpunim me një artist të madh të muzikës popullore ose artiste, pa diskutim, për të bërë atë pjesën tënde, zhanrin tënd? Çdo bashkëpunim, nëse bëhet në mënyrën e duhur, është shumë i vlefshëm. Pra, në qoftë se në muzikë popullore, ose jo vetëm, qoftë edhe rap, apo çfarë do qoftë, në qoftë se gjehet qasja e duhur se si ta bësh materialin